Besoj, kom planifiku që dhe të shkoj. Mendoj se neve na vin dialog, edhe kjo gjë ka mujt shumë thjesht, me ullë, me grupet tifozve, ballistet, skifterët, intelektualet, torcida, kuqezit, plisat, këtë janë këto tifoz që mund të mirën vesh, se janë prisit, vëthesit të një janë vërtet djemë që din me organizu. Edhe unë mendoj që Federata e futbollit, pse jo edhe shteti shqiptar, është me ullë me këto grupet të tifozve, të krijojnë atmosferë të mirë para takimit, edhe ku dëshmohet të tregohet kultura e organizimit, e mikpritjes. Normal që disa slogane duhet të qëndrojnë aty, sepse ka shkaktuar shumë krime, shumë masakra, dhe na mundemi me falë, po me haru nuk duhet asnjëherë. Kjo është ajo pjesa. Prandaj këtu dëshmon që te organizimi, nëse nuk mund më marrë vesh, unë mendoj që mbetet faj ma tepër institucioneve. Nuk e di, unë po shkoj me votu, na shkojmë me votu sa di unë, tash me që mund të shkoj me votu, që do të ndodhë, nuk mund parashikoj. Jo, unë mendoj që në kuvend shkojmë për me votu, si do të ndodhë, do të shohim.